Dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore vijon të jetë një sfidë e rëndësishme sociale dhe institucionale në Shqipëri, e cila kërkon ndërhyrje të koordinuara që përfshin jo vetëm mbrojtjen e viktimave, por edhe trajtimin dhe rehabilitimin e autorëve të dhunës. Mungesa e shërbimeve të specializuara psikosociale dhe shëndetësore për autorët e dhunës, si dhe qasja kufizuar në programe rehabilitimi, përbëjnë sfida që ndikojnë drejt për drejt në parandalimin e përsëritjes së dhunës. Për të kuptuar më mirë situatën aktuale, sfidat institucionale dhe nevojën për ndërhyrje më efektive, kemi të ftuar sot zonjën Marsela Almuça, drejtoreshe ekzekutive e qendrës Streza Edlira Haxhi Ymeri, një nga organizatat që ofron mbështetje dhe shërbime për gratë dhe vajzat e mbijetuara të dhunës. Zonja Almuça, shumë faleminderit që jeni sot me mua në këtë podcast. Faleminderit për ftesën, është shumë kënaqësi në fakt që të flasim për një temë që unë e kam për zemër, edhe për të dhënë mbase disa mesazhe që janë të rëndësishme për të thënë për publikun e gjerë, i cili nuk është i përfshirë direkt në fushën e adresimit të dhunës me bazë gjinore. A mund ta fillojmë këtë bisedë duke folur për Strezën Edlira Haxhi Ymeri, si është themeluar kjo strezë, çfarë shërbime ofron, si edhe sa gra strehohen në këtë strehës? Flasim në fakt për strezën e parë në vendin tonë, në vitin 1998, ka qenë streza e parë e krijuar në fakt nga rrjeti i organizatave që ofronin apo zbatonin programe për adresimin e dhunës në familje, dhe lindi si një nevojë në fakt. Në ekzistencën e linjës së këshillimit, pra gratë telefononin, merrnin këshilla, por ndërkohë nuk kishin një vend se ku të largoheshin. Flasim për një moment në fakt që nuk ka patur asnjë kuadër ligjor në Shqipëri për adresimin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Kemi parasysh që në ligjin e parë për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare kemi të miratuar në vitin 2006. Pra flasim për një kohë ku kishte po themi një boshllëk total ligjor. Qendra sigurisht ofron paketën e plotë të shërbimeve, sikurse bazuar po themi në standardet për shërbimet rezidenciale për rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje, përfshirë shërbime rehabilituese dhe ato reintegruese. Nëse do flasim për shërbimet rehabilituese, sigurisht strehimi i sigurt, pra gratë, vajzat dhe fëmijët të cilët po themi për të cilët ka një vendim gjykate, një urdhër mbrojtje, apo ka një vendim të shërbimeve sociale për nevojën e tyre për të strehuar për një kohë të caktuar dhe për të marrë shërbime, vendosen në qendër. Pra strehimi i sigurt përfshir pa diskutim të gjithë paketën higjieno-sanitare dhe pa diskutim edhe pjesën e të ushqyerit, pra si në një shtëpi, dhe vetë qendra në fakt është e konceptuar që rastet ndjehen si një banesë, pra ato gjatë kohës që qëndrojnë aty kujdesen vetë për hapësirat e përbashkëta, janë ato që marrin vendime mbi menun ditore apo edhe mbi aktivitetet ditore shpesh herë. Kështu që përveç programit bazë, po themi, sigurisht mbështetje psikosociale sipas nevojave të tyre, këshillim individual, terapi grupi, art terapi, mbështetje psikologjike për fëmijën, gjithmonë bazuar në nevojat që ato kanë. Pa diskutim që pjesë e paketës, po themi, që sapo rastet vinë në qendër, është pjesa e menaxhimit të rastit që ato referohen, po themi, në të gjitha shërbimet që ato kanë nevojë, sepse shpeshherë kanë nevojë për ndihmë mjekësore dhe referohen, po themi, tek shërbimet shëndetësore, ka nevojë për ndihmë ligjore dhe sipas mundësisë kur ne kemi vetë shërbim ligjor ofrohet nga ne, në momentet e caktuara ofrohet pa diskutim dhe nga organizatat partnere të cilat ofrojnë ndihmë ligjore falas. Pra kjo përbën atë, nëse do thoja, pak a shumë paketën e shërbimeve rehabilituese. Ndërsa për sa i përket shërbimeve reintegruese, sepse është e kuptueshme, qëndrimi në një shërbim është i përkohshëm dhe në fakt eksperienca jon ka treguar që sa më i kufizuar të jetë ky qëndrim, aq më mirë është ose aq më lehtë është për një rast që të mund të reintegrohet, sepse ka edhe ato që njihet në fakt varësia nga shërbimet. Një rast i cili po themi qëndron për kohë të zgjatura në shërbime, shpeshherë ka të vështirë ta gjejë veten në jetën normale, nëse mund ta them në thonjza, sepse edhe aty normale është jeta, po sigurisht me ca mundësi më të lehtësuara. Kështu që pjesë e qëndrimit të tyre ne përpiqemi që menjëherë sapo rastet vinë, ka raste të cilat po themi ndërkohë që vinë në qendër edhe punojnë, dhe sigurisht në varësi të nivelit të riskut ato lejohen që të shkojnë edhe të punojnë për gjatë ditës, të ndjekin kurse të formimit profesional, dhe ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me qendrat e formimit profesional për gjitha rastet që kanë aftësitë
kanë dëshirën për të ndjekur një kurs formimi profesional të regjistrohen menjëherë në kurset e formimit profesional. Sigurisht ekipi joni përbërë nga punonjës social dhe psikolog punon shumë edhe me pjesën po themi të atyre që njihen si life skills apo aftësi jete, sepse ka shumë raste të dhunës që sigurisht për shkak të dhunës së përjetuar për një kohë shumë të gjatë humbasin edhe aftësitë më bazike do thoja unë të funksionuarit në jetën e përditshme. Kështu që punohet edhe me aftësitë e jetës, punohet pa diskutim me shprehit drejt punësimit dhe ndërmjetësimi për punësim me bizneset, po themi, po edhe nëpërmjet zyrave të AKPO-s apo asaj që njihet si Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. Kështu që në terma po themi shkurtimisht, kjo është paketa e shërbimeve që ne ofrojmë në qendër për rastet që vijnë aty. Po pa diskutim ne kemi programe që janë të fokusuara në komunitet, programe informuese dhe ndërgjegjësuese. Ne punojmë fort në fakt me ato që njihen si akademi rinore apo me të rinj, ku fokusi është po themi të mësuarit e modeleve të shëndetshme, sepse sigurisht eksperienca botërore na ka treguar që dhuna është një nga ato fenomene që mund të parandalohet nëse punohet herët, kështu që ne besojmë fort që sa më shpejt të ndërhyjet, aq më shumë shanse kemi që situata të ndryshojë, kështu që punojmë fort me të rinjt për të promovuar marrëdhënie të shëndetshme, për të ndërtuar mekanizma, po themi se si ato të mund të adresojnë forma të dhunës që mund të përjetojnë përgjatë eksperiencave të tyre edhe të para. Dhe sigurisht kemi një eksperiencë thoya të konsoliduar paktën nga mbas vitit 2013 në punën me mekanizmat e koordinuar të referimit, po themi që punojmë për fuqizimin e mekanizmave dhe trajnimin e profesionistëve që ato të kenë aftësitë, njohuritë e nevojshme ligjore për të adresuar rastet në mënyrë efektive. Ndërkohë që po shpjegonit për të gjithë shërbimet që qendra Elira Haxhimeri jep, edhe shërbimet të cilat ja ofron viktimave të dhunës, ky është një lajm vërtet shumë i mirë që ekzistojnë stresa të tilla, të cilat japin shërbime të tilla për viktimat të dhunës, të cilat nuk kanë asnjë ose të paktën ashtu e mendojnë që nuk kanë hapësira ku mund të shpëtojnë apo ku mund të gjejnë një zgjidhje dhe stresat të tilla janë ndonjëherë zgjidhja e vetme për këto viktima. Po megjithse fokusi sigurisht që janë viktima, do doja që ta kaloja pak fokusin edhe tek dhunuesit dhe të diskutonim pak mbi rastet e dhunuesve. A ka pasur në qendrën tuaj raste apo dhe në qoftë se po, ma mërmendje që po, sa prej tyre, dhe në qoftë se mund të na shpjegoni raste të dhunuesve të cilët kanë treguar apo kanë shfaqur probleme të shëndetit mendor dhe si janë adresuar këto situata? Sigurisht që ne nuk punojmë drejt për drejt me autorët e dhunës apo me dhunuesit. Por sigurisht që dhe doja në fakt të theksoj një gjë që është shumë e rëndësishme për të thënë. Pra, është shumë e rëndësishme që fillimisht ose eksperienca jona ka treguar, por jo vetëm e jona, që dhuna nuk është asociohet vetëm me shëndetin mendor dhe kjo është shumë e rëndësishme të thuhet. Pra, jo çdo dhunues ka probleme të shëndetit mendor, sepse duket sikur e justifikojmë apo e normalizojmë dhunën. Por që pa diskutim që ka raste po themi të autorëve të dhunës që kanë edhe problematika të shëndetit mendor, por mendoj që është shumë e rëndësishme që të theksojmë që jo çdo autor dhune ka probleme të shëndetit mendor. Dhuna lidhet pa diskutim me aspektet të normalizimit të kulturës, pra nëse një autor dhune rritet në një shoqëri ku dhuna është normal, është normalizohet, pra kush të rret të do, sigurisht që ka gjasa që të zhvillojë sjellje të dhunshme. Nëse një autor dhune rritet në një mjedis familjar ku dhuna është prezente, sigurisht që do modeloj ose ka shanse, jo 100%, por ka shanse më të shtuara, po themi, për të modeluar sjellje të dhunshme. Pra një sër faktorësh të tjerë psikosocial do thoja unë që e bëjnë një autor të dhunës që të ushtrojë dhunë. Pa diskutim shëndeti mendor është një ndër to, por nuk është ai kryesori, pra të mos e asociojmë të qenurit autor dhune me probleme të shëndetit mendor. Dhe sigurisht nuk mund të flas me numrat, e them që kaq raste autori ka patur probleme të shëndetit mendor, por sigurisht edhe nëse shikon po themi të dhënat edhe nga shërbimet sociale që po themi për të gjitha urdhrat e mbrojtjes që ato ka një numër po themi të urdhrave të mbrojtjes apo të rasteve që autori ka edhe probleme të shëndetit mendor, ashtu sikurse ka edhe viktima që kanë probleme të shëndetit mendor. Vlen të theksohet që me kuadrin e ri ligjor, ne kemi një ligj të ri për parandalimin dhe adresimin e gjithë formave të dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje, i miratuar në janarin e këtij viti. Aty për herë të parë përmendet çështja e shëndetit mendor, si për autorin e dhunës, ashtu edhe për viktimën,
por përmendet në kontekstin që shëndeti mendor nuk mund të jetë ose nuk duhet parë si një justifikim i dhunës, sepse ç'është e vërteta nga profesionistët ndër vite kemi patur dhe këtu nuk dua të përmend një profil apo një sektor të caktuar të profesionistëve, por të gjithë profesionistëve që kur autori ka probleme me shëndet mendor apo kur viktima ka probleme me shëndet mendor, nuk është trajtuar me seriozitetin, po themi që çdo rast dhune duhet trajtuar. Kështu që ligji i ri e bën të qartë që shëndeti mendor nuk duhet të shërbejë ose nuk mund të jetë më justifikim për situatën e dhunës. Por që shëndeti mendor është një problem shumë i madh, do thoja unë, në shoqërinë e ditëve të sotme në vendin tonë, pa diskutim është, kjo përfshirë pa diskutim edhe rastet e dhunës. Në fakt, kjo duhet qartësohet. Absolutisht ky diskutim nuk është për të justifikuar në asnjë lloj mënyre dhunuesit duke ja vënë fajin apo duke ja vënë të gjithë barrën shëndetit mendor apo problemeve të shëndetit mendor. Megjithatë, ne jemi përballë një realiteti ku shpesh herë edhe me anë të parë edhe me paragjykim ka ndodhur ku dhunuesit kanë përfituar më pak vite burg apo janë liruar shumë shpejt për shkak të diagnostikimit me problemit të shëndetit mendor. Megjithatë, nga ana tjetër, ne nuk dim qartë a ka programe konkrete në Shqipëri për dhunuesit me probleme të shëndetit mendor. Pra kur këta dhunues dalin nga burgu apo përfitojnë lirinë pa bërë burg me justifikimin apo me përfundimin, dhe jo detyrimisht edhe justifikimin, po edhe me përfundimin se ka probleme të shëndetit mendor, a ka programe konkrete specifike për këtë grup, për këtë target që i adreson dhe arrin të bëj këtë që ju thatë që ju e bëni për viktimat e dhunës, rehabilitimin dhe reintegrimin. Ju përmendën në fakt një aspekt shumë të rëndësishëm, në fakt që ngre këtë çështjen apo nevojën. Pse janë të rëndësishme vlerësimet e mirëfillta? Pse duhet të ketë vlerësime, po themi, të specializuara për shëndetin mendor apo vlerësime psikosociale, sepse flasim në fakt për pra nëse ne referohemi kuadrit ligjor, kur flasim për shërbimet rehabilituese për autorët e dhunës, i kemi në disa kategori. Kemi shërbimet rehabilituese psikosociale, ku do doja në fakt që ta fokusonin më shumë, ta kishim më shumë fokusin sot. Shërbimet të shëndetit mendor, shërbimet që lidhen me përdorimin e substancave dhe shërbimet, po themi, që lidhen me alkoolin. Dhe këto futen tek paketa e shërbimeve rehabilituese për autorët e dhunës, në cilën, po themi, kuadri ligjor i parashikon dhe thuhet që një nga masat, po themi, që mund të japë gjykata për një autor dhune, për ato vendimet që jep urrëtet e mbrojtjes, mund të jetë një nga këto shërbime. Dhe kjo çon në fakt në nevojën për të patur vlerësime të mirëfillta psikosociale, nëse ky autor dhune ka nevojë po themi, ka probleme të menaxhimit të zemërimit, ka probleme, po themi, të sjelljes që mund të rehabilitohen me mbështetje psikologjike, pra psikosociale, dhe këto i kategorizojmë tek programet psikosociale. Dhe ka një numër shumë të lartë të djemve dhe burrave, por edhe grave dhe vajzave që janë autor dhunës, të cilët kanë probleme të menaxhimit të zemërimit, që nuk menaxhojnë dot emocionet e tyre, që kanë probleme të modeleve të sjelljeve të keq ndërtuara që në fëmijërinë e hershme, të cilat eksperjenca botërore, por edhe shqiptare na ka treguar që nëse punohet me këto individ, këto ka shanse që të ndryshojnë modelet e sjelljes së tyre dhe nga persona të dhunshëm të modelojnë sjellje të cilat, po themi, janë të shëndetshme. Ashtu sikurse, po themi, do ishte një kategori tjetër e vlerësimit kur personat kanë probleme të shëndetit mendor. Pra një vlerësim i mirëfillt dhe aksesi në shërbime të shëndetit mendor, apo autor dhune që mund t'i kenë të dyja këto. Pra mund të kenë edhe probleme të shëndetit mendor, por kjo do kërkonte pa diskutim një screening shumë të mirë, pra profesionistë të mirë trajnuar që e bëjnë këtë vlerësim paraprak në mënyrë që të bëhet një orientim i duhur apo i mirë, po themi, i këtyre personave. Nga ana tjetër, pastaj, pra janë shërbime që nuk e përjashtojnë apo vlerësime që nuk e përjashtojnë njëri tjetrin, por ndërkohë na përcaktojnë rrugën se ku duhet shkojë autori i dhunës. Ndërkohë një gjë tjetër që vlen, po themi, të theksohet kur flasim për shërbimet e rehabilitimit për shëndetin mendor, besoj bijem dakord gjithë që ne bëjmë pjesë tek vendet, dhe këtë nuk e them unë, e thonë edhe studimet, që bëjmë pjesë tek vendet që kemi një akses shumë të ulët në shërbimet të shëndetit mendor. Ne vërtet kemi 4 spitale psikiatrike në të gjithë vendin, spitale rajonale, të cilat me ligjin e fundit të shëndetit mendor duhet funksionojnë si të tilla për një periudhë, po themi, vetëm për menaxhimin e krizës, pra një person që ka probleme të shëndetit mendor mund të qëndrojë vetëm për 21 ditë
Dhe kjo sigurisht është profesionalisht është shumë mirë, por praktikisht në terma praktik kur nuk ka një mbulim me shërbime të tjera të shëndetit mendor. Pra ne kemi bashkitë të vendit apo territoret të vendit që nuk kanë asnjë qendër komunitare për shëndetin mendor. Kemi Tiranën, që ka më shumë se 1 milion banor, që kemi, po themi, qendra komunitare që janë të pamjaftueshme për nevojat e personave që kanë probleme me shëndetin mendor. Pra diskutimi është sot dhe unë them që është momenti që o duhen marrë masa sot në këto kohë, po themi, për shëndetin mendor në vendin tonë, o nuk ka një kohë tjetër me rritjen e numrit të rasteve, me këto kufizimet në shërbimet afatgjata. Ne besoj jemi dëshmitar që të gjithë na bën përshtypje që çdo ditë më shumë në rrugët e qytetit tonë të dashur takojmë apo shikojmë njerëz të cilët duket që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. Dhe që nuk ka asgjë të keqe, sepse pa diskutim është shumë normale dhe duhet të normalizojmë këtë aspekt të qëndrimit të këtyre personave në jetën normale, por këto persona duhet të shoqërohen, po themi, qëndrimi në komunitet duhet të shoqërohet pa diskutim me shërbime të specializuara në mënyrë që ato edhe të fuqizohen edhe të bëjnë një jetë sa më normale dhe sa më dinjitoze. Dhe në fakt ju e përmendët që o është koha tani për t'i dhënë fokus shëndetit mendor ose nuk ka kohë tjetër. Dhe pikërisht për këtë doja të pyesja sepse sigurisht nëse ne do të japim fokus shëndetit mendor, do duhet që të trajtojmë edhe bashkëpunimin ndërinstitucional. Dhe për këtë doja të pyesja, si e shikoni ju tashmë bashkëpunimin ndërinstitucional dhe çfarë mendoni që duhet rregullohet midis institucioneve, midis sektorit të shëndetësisë specifikisht të shëndetit mendor, edhe strezave dhe shoqërisë apo organizatave të shoqërisë civile. Ne kemi në vendin tonë, pra nëse do bëja një panoramë, po themi, të situatës së bashkëpunimit ndërinstitucional, ne kemi ato që njihen si mekanizmat koordinuar të referimit të rasteve të dhunës në familje, të cilët funksionojnë në nivel vendor. Dhe institucionalisht ato janë krijuar në 61 bashki të vendit. Dhe tipikisht këto mekanizma përbëhen nga institucione që, po themi, kanë përgjegjësitë ligjore për adresimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Dhe tipikisht janë shërbimet sociale, policia pa diskutim, shërbimet shëndetësore, shërbimet arsimore, punësimi, gjyqësore, organizata shoqërisë civile të cilët, po themi, fokusi i punës tyre është në adresimin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Pra një rrjet institucionesh për cilat ligji ka përcaktuar role dhe detyrat të qarta. Nëse flasim pastaj për nivelin e funksionimit, sigurisht që nuk mund të flasim për një nivel funksionimit të njëjtë në të 61 bashki të vendit. Ka bashki në cilat, po themi, funksionimi në menaxhimin e rastit funksionon më mirë ose shumë mirë, dhe në bashki të tjera, po themi, ku ka sfida. Kështu që shërbimet shëndetësore janë pjesë e këtyre mekanizmave të koordinuar ligjërisht dhe institucionalisht, dhe ligji ka detyrime të përcaktuara për shërbimet shëndetësore. Edhe ju vetë jeni dëshmitar, besoj, të programeve që ju keni zbatuar në shëndetësi, që mjekët apo kujdesi parësor, po jo vetëm, vazhdon, po themi, që të ketë një rol shumë të ulët në identifikimin e rasteve të dhunës dhe në raportimin e rasteve të dhunës, kur në fakt është një sektor i cili, do thoja unë, ku aksesi popullatës është shumë i lartë, sepse nëse, po themi, ne në çdo cep të vendit nuk kemi një stacion policie apo nuk kemi një strukturë shërbimesh sociale, po jam e bindur, por ka një mjek që shkon paktën edhe një herë në javë edhe tek ai fshati që është më i largët i vendit. Pra gjasat për ta identifikuar një rast dhune nga shëndetësia janë shumë më të larta se sa nga çdo sektor tjetër, do thoja unë. Por eksperienca deri tanishme na ka treguar që numri i rasteve të raportuara nga shëndetësia nuk po them zero, por vazhdon të jetë shumë i ulët. Ndërsa shërbimet e shëndetit mendor, unë i shikoj në këto mekanizmat koordinuar dhe për shkak të punës dhe eksperiencës që ne kemi me mekanizmat, me disa prej mekanizmave në të gjithë vendit, me punën direkte që bëjmë me ta, shohim që shumë i ulët. Pra, është kujdesi parësor, po ndërkohë shërbimet e shëndetit mendor janë, po themi, thuajse me një rol jot domethënës në mekanizmat koordinuar të referimit, dhe kjo sigurisht lidhet edhe me prezencën e tyre në të gjithë territorin, ju e dini shumë mirë, besoj e keni hasur dhe më parë, që ne bëjmë pjesë tek vendet që kemi një numër shumë të ulët të mjekëve psikiatër për popullat. Jemi jashtë ose shumë më ulët nga standardet, po themi, edhe
edhe të OBSH-s. Kështu që pra ligjërisht shërbimet shëndetësore, dhe kur themi shërbimet shëndetësore, nënkuptohet që e gjithë paketa e shërbimeve shëndetësore, por aktualisht shërbimet e shëndetit mendor janë, do thoja unë, me një rol jo shumë domethënës në këto mekanizma. Dhe automatikisht në qoftë vetë sektori është me një rol jo domethënës, ne na ngelet vetëm të imagjinojmë se sa pak realisht ndikon tek dhunuesit, të cilët mund të jenë me probleme të shëndetit mendor dhe të cilët në fakt nuk trajtohen, por ndonjëherë përdoret thjesht si justifikim, po pa një zgjidhje apo pa një rehabilitim real dhe konkret që mund të parandalojnë ndoshta dhe raste në të ardhmen. Megjithatë, thjesht për të theksuar një gjë, sepse prezenca e shëndetit mendor dhe duhet parë, dhe ju e përmendët në fillim, pra shumë e rëndësishme që ta shohim këtë pjesën e rehabilitimit të dhunuesit në funksion të sigurisë së viktimës, sepse ka edhe një qasje në vendin tonë që edhe në mesin e profesionistëve dëgjoj shpesh që u tani do investojmë edhe për dhunuesit, po në fakt nëse po themi nëse ne duam që të adresojmë dhunën me bazë gjinore, duhet të punojmë të dy anët e medaljes. Nëse ne nuk duam që dhuna të përshkallëzojë apo të përsëritet dhe nëse nuk punojmë me autorët e dhunës, ne betejën e kemi të humbur, do thoja unë. Për më tepur që eksperjenca na ka treguar autorët e dhunës, dhe kjo sigurisht kjo nuk e çbën, sepse ndonjëherë se ka të bëjë pa diskutim edhe me kulturën që ne kemi. Duket sikur po e justifikon në dhunën në momentin që ti ofron mundësi rehabilitimi apo trajtimi autorit të dhunës. Por në fakt jo, eksperjenca na ka treguar që një autor dhune i cili dënohet për veprën penale të dhunës së familjes, sepse dhuna familje është nga ato vepra që trajtohet si penalisht, ashtu edhe civilisht. Ato që autorë cilët janë dënuar dhe po themi kanë dalë nga institucionet e paraburgimit apo të burgimit, eksperienca ka treguar që nuk është se kanë ndryshuar modele, janë përsëritës, janë recidivistë. Kështu që prezenca e shërbimeve mbështetëse, shëndet mendor pa diskutim, po të mbështetjes psikosociale nuk e çbën pa diskutim detyrimin që ato kanë apo fajin që ato kanë për veprën që kanë kryer. Pra nuk duhet parë si një trajtim i lehtësuar për dhunuesin. Dhe absolutisht ajo që ka thënë dhe ju, eksperienca ka treguar se edhe dhunues të cilët ja kanë dalë që me anë të këtij justifikimit se apo ndoshta dhe real se vuani nga një sëmundje e shëndetit mendor dhe kanë arritur që të dalin më herët apo të bëjnë më pak vite në burg apo të mos e bëjnë as pak dënimin me burg, eksperienca ka treguar dhe ne kemi shumë raste në fakt edhe publike në historinë tonë që janë treguar recidivistë në kohë të menjëhershme, do me thënë menjëherë pasi kanë dalë nga burgu, ata kanë proceduar me të njëjtën sjellje, duke treguar se mungon shumë edhe elementi thelbësor që është rehabilitimi. Dhe kemi parasysh që flasim për autor dhunaj që vijnë nga një kontekst kulturor që shumë fyese që një grua të raportojë burrin, apo ta çojë burrin polici, apo më tepër të burgoset për shkak të dhunës familje, sepse dhunën familje ne vazhdojmë ta konsiderojmë si një çështje personale që ndodh brenda dyerve të familjes edhe që nuk flitet me të tjerët. Dhe përgjithsisht një burr, do thoja unë tipik shqiptar, është edhe një thyerje e sedrës së madhe në momentin që po themi ndaj tij merret një masë e tillë apo gruaja ka arritur po themi dhe ta raportoj. Dhe shpeshherë këta autor dhune kur dalin nga institucionet e dënimit dalin edhe me një mllef edhe më të madh, do thoja unë për viktimën, dhe ju e përmendën kemi patur raste që ka dalë nga dënimi dhe edhe e ka vrarë bashkëshorten apo ish bashkëshorten apo e ka përshkallëzuar më tej dhunën, kështu që edhe duhet të ndalem pak tek çështja e mentalitetit, duhet të ndaloj pikërisht këtu, sepse ne si shoqëri fatkeqësisht, megjithse me kalimin e viteve ne shikojmë ndryshim edhe pozitiv në ndryshimin e mentalitetit, nga ana tjetër mentaliteti është diçka shumë e vështirë për t'u thyer, mendësia është diçka shumë e vështirë për t'u thyer, shumë e vështirë për t'u ndryshuar dhe fatkeqësisht kalon brez pas brezi. Ju më thatë pak më parë se një prej shërbimeve që ju ofroni në strezën tuaj është edhe trajtimi i të rinjve, zhvillimi i aktiviteteve me të rinj për të tentuar sadopak, apo edhe për të tentuar me komunitetin drejt për së drejti, me të rinj drejt për së drejti, për të për të krijuar një lloj mendësie mbi marrëdhëniet e shëndetshme, se si
e gjitha duhet funksionoj dhe se si të largohet mëndësia e dhunuesit, mëndësia e cila mund ta kemi për shkak të familjes, për shkak të fisit të gjerë, për shkak të lagjes apo edhe më pas komunitetit më gjerë, mëndësia se dhuna është normale, kush të rreth të dosh për ja e famshme dhe se është diçka brenda familjes e cila duhet zgjidhet aty dhe nuk kap se të marrë vesh askush tjetër. Do doja që të ndalonim pikërisht këtu, si është qasja juaj me të rinjt, çfarë aktivitetesh të bëni konkretisht dhe si e shikoni edhe qasjen e të rinjve më pas me ju. Pra si sillen djemtë e rinj, vajzat e reja kur vjen çështja tek dhuna apo tek krijimi i marrëdhënieve të shëndetshme apo edhe tek thyrja e mendësisë se dhuna mund të jetë normale. Mendoj që është një aspekt shumë i rëndësishëm. Dhuna me bazë gjinore apo dhuna në familje është një nga ato çështje të shëndetit publik që mund të parandalohet. Pra, ndoshta ajo të zerohet apo të fshihet totalisht, por të mund të parandalohet. Këtë na ka treguar pa diskutim eksperjenca e vendeve që kanë investuar, po themi në këtë sektor. Ndaj puna parandaluese, unë mendoj që është një nga ato element që i duhet kushtuar shumë më shumë vëmendje në vendin tonë dhe që nuk e ka patur vëmendjen deri më tani. Ne deri më tani kemi patur një sistem që është një sistem reagues, pra mbasi ka ndodhur. Pra mbasi ndodh dhuna, sistemi ndërhyn aty. Po në fakt nuk duhet të jetë kështu dhe nuk mund të jetë kështu kur flasim për një fenomen të tillë. Kështu që puna parandaluese është shumë e rëndësishme dhe sigurisht ku kemi më shumë shanca apo gjasa që të ndërhyjmë apo të ndryshojmë janë tek të rinjt. Sepse është e kuptueshme, është e vështirë në fakt, po themi do thoja unë për një grua apo për një burr që është tek të 40-at e tij apo tek 50-at e tij që të ndryshojë sjellje. Jo se është e pamundur, por sigurisht që do ka nevojë për më shumë punë, për më shumë kohë. Kështu që brezi i ri është ai do thoja unë që ka më shumë gjasa që situata të ndryshojë. Dhe për këtë më vjen keq në fakt që jemi në një moment të tillë ku brezi i ri nuk përballet shumë me modele pozitive. Me modele pozitive që janë modele të shëndetshme, sepse për fat keq edhe po ta vini re, kohën televizive më të madhe kush e zën debatet që janë të dhunshme, e zën personazhe të cilët nuk kanë ndonjë kontribut të veçantë në shoqëri, por janë po themi personazhe që dalin nga reality show, të cilët japin mesazhe për normalizimin e dhunës, për dhunën. Shumica e të rive janë në rrjetet sociale dhe në rrjetet sociale kush janë këto TikTokerat më të ndjekur apo Instagramerat më të ndjekur, janë përgjithsisht to personazhe që në jetën e tyre nuk bëjnë ndonjë gjë pozitive, por përkundrazi, përçojnë edhe mesazhe që shpeshherë janë të dhunshme apo që normalizojnë dhunën. Kështu që të patur edhe një brezi të tillë të ri i cili po themi do thoya unë ekspozohet shumë pak nga modelet pozitive, nga modelet të shëndetshme, nevoja për të ndërhyrë është akoma edhe më e madhe, sepse sot jemi në një kohë në cilën po themi sot është bërë e vështirë që të rinj ti motivosh me arsimimin, ti motivosh me edukimin. Dhe e thënë kjo, imagjinoje sa e vështirë që ti motivosh edhe modelet e shëndetshme apo modelet pozitive. Kështu që sikurse e përmenda edhe pak më parë, pjesë e punës tonë është punuarit me të rinjt. Ne zhvillojmë ato që njihen si Akademi të Rinore për adresimin e dhunës me bazë gjinore, ku të rinjt, po themi, në varësi të programeve që ne kemi në momente të caktuara në disa bashki të vendit, kuftojnë të rinjt që të mund të aplikojnë për të qenë pjesë e kësaj akademie dhe ato marrin një cikël, do thoja, trajnimi, njohurisht të fokusuara tek marrëdhëniet e shëndetshme, dhuna me bazë gjinore, sistemi i raportimit, por edhe në nisma që ato mund të ndërmarrin për të ndërgjegjësuar të rinj të tjerë, sepse e dim të gjithë, nëse po themi me të rriturit funksionon më mirë kur ti shkon një ekspert i fushës dhe ju flet mbi çështjet e dhunës dhe ku diun edhe metodet e raportimit, me të rinjt nuk funksionon kështu. Me të rinjt funksionon përçimi i mesazhit mes bashkëmoshatarëve, kështu që këto të rinj që trajnohen përgjatë akademisë dizenjojnë edhe aktivitete të tjera që kanë në fokus informimin dhe ndërgjegjësimin e të rinjve apo bashkëmoshatarëve të tjerë. Dhe është një model në fakt që ka funksionuar interesant dhe tërheqës për të rinjt, sepse sot është bërë sfidë më vete edhe që të nxisësh interesin e të rinjve për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Edhe për shkak të faktit që janë aktivitete që janë të munguara, se këto do thoja, të rinjt sot kanë shumë pak mundësi për të qenë të angazhuar, kanë shumë pak mundësi për të ndryshuar sjelljen. Ka shumë zona edhe në Tiranë, pa diskutim, po edhe në bashki të tjera të vendit që nuk ka asnjë hapësirë rinore, që të jetë fokusuar tek të rinjt. Nuk ka asnjë hapësirë për aktivitete sportive, nuk ka asnjë hapësirë për aktivitete sociokulturore ku të rinjt të marrin, do thoja unë, informacion
ndryshe nga ajo çfarë ju serviret do thoja në rrjetet sociale apo në këto aktivitetet e tyre jo formale me njëri tjetrin. Ndaj sa më shumë programe do thoja që targetojnë komunitetin në një nivel të gjerë, po veçanërisht të rinj, ndryshimi i kurrikulave në arsim mund të thoja që është imediat. Ne nuk mund të ecim sot në 2026 me një kurrikull që ka patur rëndësinë para viteve 90. Pa diskutim, matematika është shumë e rëndësishme, fizika është shumë e rëndësishme, por me zhvillimin e teknologjisë, të inteligjencës artificiale, nuk e di më se sa të rëndësishme janë këto në raport do thoja unë me lëndë të tjera ekstrakurrikulare që do i bënin këto të rinj qytetarë më të mirë të këtij vendi dhe që do i ndërtonin, do i jepnin atyre ca mekanizma për ta përballuar, po edhe për të reaguar ndaj dhunës, sepse ka shumë të rinj, ashtu sikurse edhe shumë të rritur, të cilët nuk kanë mekanizma përballimi, pra nuk dinë se si të reagojnë në momentin që ndeshen me një situatë dhune, nuk njohin institucionet e raportimit. Unë e shoh me rastet që vinë në Strehës, që vinë raste do thoja vitet e fundit, fati madh që ka ndryshuar situata, që vinë 5 vitet e fundit që kanë ndodhur dhuna, po ne gjithë këto vite kemi punuar me raste që kanë ardhur mbas 20-30 viteve eksperiencë dhune. Imagjinoni çfarë traumash kanë këto viktima dhe çfarë traumash kanë fëmijët e tyre. Se fëmijët që rriten në situata të dhunshme janë gjithashtu viktima. Pa diskutim, direkt apo indirekt janë viktima. Dhe një nga arsyet në për të, kur ti i pyet në pjesën, po themi, të seancave të intervistimit dhe të këshillimit për se nuk i pyesim dot pse s'ke raportuar më parë, po për të kuptuar dinamikat e ngjarjes, pjesa më e madhe prej tyre do thoja mbi 80%, nuk po them 100%, po e vendos mbi 80%, shprehen që nuk e dinin që kishte stresa të tilla. Nuk e dinin që po të shkonin tek shërbimet sociale do merrnin një shërbim të caktuar. Pra ka një mungesë shumë të madhe të informacionit do thoja unë për shërbimet ekzistuese. Sigurisht, a janë të mjaftueshme? Nuk janë të mjaftueshme. Por informacioni për ekzistencën e atyre shërbimeve që janë duhet jetë edhe më i madh. Absolutisht. Ne folëm edhe pak më parë për këtë sigurisht rëndësia konkrete dhe rëndësia më e madhe i duhet dhënë viktimave të dhunës, por nuk do të thotë se duke ndaluar rehabilitimin apo mundësinë e rehabilitimit dhe reintegrimit të dhunuesve dhe trajtimit konkret të dhunuesve është diçka që justifikon apo ndihmon dhunuesin, por ndihmon edhe të dhunuarin edhe shoqërinë në tërësi. Dhe madje të ofrosh shërbime për autorët e dhunës, ti ke ofruar siguri për viktimën. Pra, dhe shumë mirë që ju po e theksoni sërish këtë gjë, domethënë që nuk duhet parë si dy gjëra të ndara. Janë dy gjëra që shkojnë paralelisht. Edhe kuadri ligjor i cili parashikon pjesën e rehabilitimit të autorëve të dhunës, këtë thot, pra këtë përmendë që rehabilitimi i autorëve të dhunës duhet parë dhe shihet si një siguri e shtuar për viktimën. Tjetër. Dhe pikërisht për këtë doja të të pyesja nëse ju keni sugjerime apo çfarë ndryshimesh mendoni se duhet bëhen në mënyrë që të kuptohet dhe të fillojnë të bëjnë disa ndryshime sa i përket trajtimit konkret të dhunuesve të cilët mund të jenë me probleme të shëndetit mendor, të cilët kanë nevojë për trajtime specifike, të cilat mund të ndihmojnë edhe ata, por automatikisht ndihmojnë edhe viktimën. Pa diskutim, por shërbimet e shëndetit mendor, unë nuk dua të ndalem shumë gjatë se përmenda pak më lart. Pra sigurisht, një shtim i paketës së shërbimeve të shëndetit mendor në të gjithë territorin, mendoj që është nevojë imediate ku kjo do e lehtësonte edhe procedurën e referimit të këtyre rasteve në shërbimet të shëndetit mendor në të gjithë territorin. Por do doja të ndalesha në fakt tek shërbimet e rehabilitimit psikosocial për autorët e dhunës, ku nga viti 2020 bashkitë, njësitë e qeverisë vendore e kanë detyrim që të ofrojnë shërbime psikosociale për trajtimin dhe rehabilitimin e autorëve të dhunës. Autorët dhune pra që kanë probleme të menaxhimit të zemërimit, modeleve të sjelljes që janë të dhunshme apo jo të shëndetshme, dhe aktualisht ne nuk kemi asnjë bashki në të gjithë territorin e vendit që të ketë financuar apo të ofrojë një shërbim të tillë. Kemi nisma shumë të mira nga organizatat e shoqërisë civile dhe shërbimet e para për rehabilitimin e autorëve të dhunës janë
ofrohen në vendin tonë nga viti 2014. Kemi 2 modele shumë të mira në Shkodër dhe në Tiranë që ofrohen nga zyra për djemë dhe burra në Shkodër dhe linja e këshillimit për djemë dhe burra në Tiranë, të cilët na kanë treguar në fakt që autorët të cilët po themi marrin pjesë në këto programe që në vetvete janë seanca terapeutike të këshillimit psikologjik, kanë ndryshuar sjellje. Dhe të paturit e modeleve të tilla pozitive të ngritura, sigurisht që e shton edhe më shumë argumentin e nevojës së këtij shërbimi. Ka patur iniciativa në kuadër të projekteve të caktuara për shtrirjen e këtyre programeve edhe në Vlorë, edhe në Elbasan, edhe në Pogradec, por sigurisht ka mbetur në kuadër të financimeve nga donatorë të caktuar dhe jo të ndërhyrjeve, do thoja unë, të qëndrueshme afatgjatë. Kështu që ka disa elementë shumë të rëndësishëm, do thoja unë, që duhet të ndryshojnë në sistem që këto programe të jenë në të gjithë territorin, të jenë të financuara dhe të jenë, do thoja unë, të aksesueshme nga të gjithë ato që ka nevojë. Aktualisht ne kemi këto programe të cilët po themi kanë nevojë për standarde të miratuara, edhe pse janë programe që kanë hartuar standarde ende po themi nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ne këto standarde nuk janë të miratuara dhe sigurisht që të ofrosh një shërbim të tillë është njësoj si të ofrosh një shërbim të caktuar për viktimat apo për një shërbim të tjetër shëndetësor që ka nevojë për disa standarde të caktuara në mënyrë që ta masësh si shërbim nëse po funksionon efektivisht apo jo. Kështu që të paturit e standardeve kombëtare të unifikuara do thoya që është hapi i parë. Hapi tjetër shumë i rëndësishëm se dhe nuk vlen fakt thuhet ky i pari apo i dyti, po duhet jenë të gjitha njëkohësisht, është pa diskutim financimi i këtyre shërbimeve. Nëse nuk ka financime për këto shërbime, sigurisht që këto shërbime nuk do jenë efektive dhe do thoja nuk do të implementohen. Absolutisht nuk do të zbatohen. Kështu që pa diskutim financimi i tyre dhe pa diskutim të parit e këtyre shërbimeve si pjesë të strukturave koordinuese, pra që këto shërbime të shikohen si pjesë e mekanizmave të koordinuar të referimit dhe jo si, do thoja unë, si shërbime si të palidhura. Por duhet jenë pjesë pa diskutime mekanizmave në mënyrë që edhe referimi, edhe menaxhimi, edhe monitorimi i këtyre rasteve të jetë, do thoja unë, më efektiv. Gjë që raportojnë kolegët të cilët punojnë në këto programe drejt për drejt, thonë që dhe me të drejtë që e kanë të vështirë që të masin, do thoja unë, ndryshimin në kohë të gjatë, sepse mungon ajo pjesa që njihet si monitorimi i këtyre rasteve. Dhe nëse nuk do ketë struktura të monitorimit në një kohë afatgjatë, ka gjasa që me një rast me cilën është punuar, ai të mund të rikthehet prapë në një autor dhune kështu me radhë. Kështu që edhe krijimi i mekanizmave të monitorimit apo të follow-upit të ndjekjes së këtyre rasteve janë, do thoja, shumë të rëndësishme në mënyrë që këto shërbime të zgjerohen në territor, po edhe të jenë shërbime të cilat janë, do thoja unë, efektive dhe cilësore. Dhe afatgjata. Dhe afatgjata, sigurisht. Sepse qëndrueshmëria është ajo, do thoja unë, që sepse vlen theksohet që ka modele shumë të mira të ngritura nga shoqëria civile në këto më shumë se 30 vite, 35, më shumë se 36 vite tashmë. Janë modele pozitive, shumë të mira që kanë treguar që funksionojnë mirë, po janë modele që ende nuk po gjejnë, do thoya unë, financimin nga shteti shqiptar. Dhe janë iniciativa që nëse nuk mbështeten, sigurisht nuk mund të jenë të qëndrueshme dhe ka gjasa që të humbasin. Ndaj, do thoya që është një thirrje për autoritetet që ato shërbime që ekzistojnë, ato përvoja pozitive që ekzistojnë, të mund të mbështeten, sepse nuk do jenë pafundësisht donatorët apo programet e huaja që do të mund të mbështesin. Ne jemi në moment kyç të integrimit në Bashkimin Evropian dhe sigurisht unë nuk do flisja dot për integrim të plot në Bashkimin Evropian, kur ne ende kemi shërbime të munguara apo ku shumë nevoja mjetike janë të papërmbushura. Pikërisht unë me këtë doja në fakt ta mbyllja këtë podcast. Ne jemi drejt fundit dhe unë do të kërkoja nga ju një mesazh si për institucionet, po ashtu edhe për të rinjt, për familjet, për dhunat, për viktimat e dhunës, një mesazh se si në fakt një bashkëpunim i mirë i institucioneve, komunitetit, shoqërisë civile, strezave mund të sjellë në fakt të arrijë një familje më të fortë. Ju mesazhin institucioneve ja dat. Por besoj vlen të theksohet që për të gjithë një mesazh përmbledhës do të ishte që dhuna në familje, dhuna me bazë gjinore, kurse si nuk duhet parë si një çështje personale që i përket vetëm atyre
të cilët janë prekur drejt për drejt. Në fakt është një çështje që na prek të gjithëve në një moment të caktuar ose jo, por edhe vetë ne në momente të caktuara mund kemi nevojë për shërbime që targetojnë pikërisht këtë target group, pra asnjëri prej nesh nuk është imun ndaj dhunës, do thoja unë. Edhe profesionistët më të mirë na kanë treguar që nuk janë imun ndaj dhunës, se tek ne ka edhe një stigmë që dhunën lidhem kryesisht me një shtresë shoqërie që është e varfër, e parësimuar, por në fakt jo. Absolutisht jo. Dhe vlen të theksohet që asnjë institucion i vetëm nuk mund të adresojë një fenomen të tillë kaq kompleks sa është dhuna në familje. Kështu që dhuna në familje na përket të gjithëve dhe të gjithë bashkë në fakt mund të kontribojmë për të adresuar dhunën me bazë gjinore. Të vetëm është një betejë, do thoja, e humbur, e pamundur. Zonja, Muça, shumë faleminderit që ishit me mua në këtë podcast. Shumë faleminderit për gjithë informacionin që ju ndat. Mendoj se është shumë i vlefshëm si për të dëgjuar ato, për të shkuar në veshjen e atyre institucioneve apo atyre mekanizmave të cilët mund të bëjnë një ndryshim, po në të njëjtën kohë edhe për ato viktima dhune, të cilat ndoshta ende nuk e dinë që ka streha apo ka hapësira ku vërtet mund të gjejnë ndihmë dhe mund të shpëtojnë edhe nga ajo çka mund të jenë duke vuajtur prej vitesh. Kështu që ju falenderoj shumë për kontributin që dhatë sot në këtë podcast. Faleminderit juve. Shpresoj që të kemi dhënë një informacion sadopak të vlefshëm për ato individ që mund të kenë nevojë për shërbime të tilla, po edhe për ndoshta për ca mesazhe për të ndryshuar edhe perspektivën edhe mundësinë që kemi për dhunën në shoqërinë tonë. Faleminderit. Faleminderit ty.